Shqipni, pse jeni këtu te zyra avokatit popullit? Tek zyra avokatit popullit jemi paraqit sot në kërkesën tonë për në zbatim të ligjit, ne si qytetarë të Kukësit Vjetër, kemi paraqit pranë zyrës Agjencisë Kthimit dhe Kompensimit pronave dokumentacionin për njohjen e pronës dhe në përgjigjet e marrura nga ky institucion nuk është marrë parasysh kërkesa jonë. Bëhet fjalë për pronat e përmbytura nga hidrocentrali i Fierzës. Në vendimet e gjykatës së rrethit Kukës dhe në vendimin e gjykatës së rrethit gjykatës apelit, ne kemi të njohur në vendimet e gjykatës si të rrethit Kukës, gjyqësor rrethit Kukës, si edhe të gjykatës apelit, kemi të njohur në 91.4 hektar. Ndër këto janë të shpërndara të njohura me vendim gjykate. Zyra e Agjencisë dhe Kthimit të pronave nuk e merr parasysh vendimin e gjykatës, si të rrethit Kukës ashtu dhe të gjykatës apelit. Ne sot jemi paraqit pranë zyrës së avokatit popullit për të marrë në shqyrtim kërkesën tonë dhe të shohim më tej se çfarë do të na këshillojnë. Në këtë kërkesë janë më shumë se 500 familje. 500 familje nuk kanë përfituar as kthimin dhe as kompensimin e pronës. Si është gjendja ekonomike e këtyre? Gjendja ekonomike e këtyre dihet gjendja ekonomike e këtyre, pasi këto është e dobët, gjendja ekonomike është e dobët pasi dhe janë transferuar nga Kuksi Vjetër në Kuksin e Ri në pamundësi jetese, një pjesë e tyre është në pamundësi jetese, një pjesë e tyre trajtohen me ndihmë ekonomike, një pjesë e tyre jo është hek ndihma ekonomike. Dhe tash shohim çfarë do na. Faleminderit. Ne jemi një rreth parë jemi përfaqësues të katon dramat. Edhe këna ardhur të zyra e avokatit popullit për më interesu më që nuk na ka kthy përgjigje as nga institucionet shtetërore që e kanë për detyrë, por më interesu për pronat tona që i kemi liçe. Kemi qish 94 që i kërkojmë këto prona si fshat dhe nuk na jep kush përgjigje as rrugëzgjidhje. Kemi kërkuar takim edhe me kryeministin, i kemi thënë një herë, ka thënë po. Do të merrem me këto prona mas zgjedhjeve lokale që kaluan. Kemi takuar kryetarin e parlamentit, na ka dhënë shumë të drejtë dhe ka marrë shumë gjëra përsipër, po mas zgjedhjeve nuk e vrap mendin për atë punë. Tash edhe me i kërku në i takim ose me i kërku në i marrëveshje me telefona me letra, nuk na kthen përgjigje fare. Vetëm nga Rrëmhasi, sa familje janë që janë 149 familje. Tronxhe flas. Tjerë mos e nëse unë pse kam 30 më shumë, po tron jam unë, Sinani, Ramoni, Besimi, po 149 gjithë fshat. Aktualisht gjendja ekonomike e këtyre që 40. Gjendja ekonomike e këtyre njerëzve është përfaqësues. Po detyrohen njerëzit me ikë se s'kan, se punë shteti s'ka, punë në tokë vetë s'ka se ja ka mbet liçeni. Shteti nuk na përgjigjet për ato tokë, se kemi rreth po 92 hektar tokë fshatet tonë. Apo që nuk i kemi ujë dhe nuk përgjigjet kush për ato. Ama të gjitha detyrimet tjera ne kërkon shteti dhe ne i përgjigjemi shtetit. Edhe i kena kërku shtetit me na kompensu me tokat qoftë dhe me parën dorë me vlerën aktuale së tregu, me vlerën tregu. Qëpse nuk gjeni zgjidhje, se do bëni? Ne s'kena që më bëmë, se shtetin së nërëzojmë, nëse një katon jemi. Po kërkesa do t'i vazhdojmë. Deri në fond, mas e del në i burimine, në thotë po, e kini drejt. Edhe këto, nuk në thonë se s'kini drejt. Po s'na jep me gjo, nuk na janë talë me ne me i fjallë tash 25 vjetë, që 94 e këni. Ankesat e qytetarëve të ndryshëm janë të ndryshme, sigurisht. Ka pasur ankesa që kanë pasur si objekt mëzdhënien e ndihmës ekonomike, pasur ankesa që kanë pasur si objekt problemet e tyre me gjykata, që janë jashtë kompetencës së avokatit popullit, ka pasur problematika që kanë pasur si objekt problemin e tokave të përmbytura në Kukisin e Vjetër. Problematikat ndryshme kanë marrë trajtim të ndryshëm, disa kanë pasur kërkesë për informacion, këshillime edhe kështu.